Sot më ndodhi ajo që nuk duhet t'i ndodh kur një fëmije. Harrova lapsin në shtëpi. Në fillim u përpoqa të dukesha I qetë, sikur gjithçka ishte në rregull. Hapa fletoren edhe bëra sikur po shkruaja me ajër. Pastaj mësuesja më pa. Aron, pse nuk po shkruan? Po ngroh dorën pak mësuese. Ajo ngriti vetullën, e kuptova menjëherë, nuk do të shpëtoja dot. Kështu vendosa të bëj pyetjen më të rrezikshme në universin shkollor. A ka dikush një laps për hua? Gabim I madh. Në sekond, e gjithë klasa u kthye drejt meje, sikur sapo kisha shpallur konkurs kombëtar. Ja çfarë ndodhi. Lisi më dha një laps pa majë. Gresa më dha një laps aq të shkurtër sa mezi shihej. Deni më dha një laps të kafshuar gati në 70% të trupit. Arbri u betua se lapsi I tij punon vetëm në matematik. Edhe Elona tha, kam një laps, por është special, edhe nuk ja pas kujt. Në fund mora lapsin e kafshuar të Denit. Më mirë një laps I frikshëm se të mos kem fare laps. Kur fillova të shkruaj, mësuesja më pa dhe tha, Aron, pse duket sikur po shkruan me dhëmb? Nuk ishte faji im, ishte lapsi që kishte parë më shumë luftë se unë.